U premtua se porta hyrëse për në Kakome do të hapej një vit më parë pas mbylljes së saj prej shumë vitesh, por diçka e tillë nuk ndodhi. Për të treguar këtë zaptim të një bukurie natyrore që i takon fshatit Nivic, kandidati për deputet i Partisë Demokratike në listën e hapur, Petro Gjikuria, ka denoncuar nga Kakomeja. Gjikuria e quan marrje me forcë nga pronarët Kakomen dhe përdorimin e saj për interesa personale të personave të lidhur me qeverinë. Gjikuria zotohet se angazhimi i tij primar është të rikthejë Kakomen tek banorët e zonës, atyre që ju përket. Petro Gjikuria thot se qeveria e re me në krye Partinë Demokratike do të realizojë premtimin për të kthyer pronën tek i Zoti, tek pronarët e vërtet. Jam sot në Kakometën e Vicës, këtu prej 20 vjetësh është bërë betejë më epike midis pronarëve dhe grabitqarëve. Ajo që su bë për 20 vjet nuk do bëhet as për 20 vjet të ardhshme. Nuk ka kuptim që kjo bukuri natyrore dhe e Perëndis të mbahet peng për interesat e mafiozëve. Është koha që kjo pasuri të kthehet nivizjotëve. Unë do luftoj shumë për këtë. Qeveria e re demokratike do vërë në vend premtimin e saj të parealizuar, kthimin e pronës tek pronarët, kthimin e pronës Heremec dhe Kakome tek pronarët nivizjot. Kakomeja është një prej zonave më turistike në rivjerën e Bashkisë së Imarës, që i përket fshatit Nivic të kësaj bashkie. Për më tepër se 20 vite, aty është zhvilluar një betejë e gjatë për kthimin e pronës tek të zotët, banorët e fshatit Nivic. Sot Kakomeja është e mbyllur me port në hyrje të saj dhe askush nuk futet aty pa autorizim.